Çfarë ndodhi mbrëm pasi vllai i madh vuri në një vështirësi zgjedhje Valbonën dhe Laertin, gjithmonë nëse kjo nuk është një lojë për të nxjerrë finalistin e parë. Le të rrim variantit parë të vllait madh që është një televotim për të eliminuar njërin nga këta të dy. Valbona zgjodhi që të vazhdonte lojën si një konkurrent i vetëm, duke qëndruar korrekt marrëdhënies së tyre, ndërsa Laerti, duke qëndruar jo korrekt marrëdhënies së tyre, vendosi të ndaheshin dhe të dilnin kokë më kokë në televotim, nga i cili njëri nga këta dy të martën do shkojnë në shtëpi. Gjithmonë thash, nëse nuk është një lojë vllai i madh për të nxjerrë finalistin e parë nga kjo dyshe. Për mendimin tim, Valbona u tregua shumë më korrekte në raport me Laertin, duke treguar që po ka një lloj feeling për të. Unë jam i bindur që asnjëri as tjetri nuk e do njëri tjetrin, por paktën në raport me lojën Valbona u tregu më korrekte, duke thënë që po vazhdojmë si një konkurrent i vetëm. Sigurisht edhe nga mos dëshira për dal kokë më kokë me Laertin, sepse normalisht Valbona e ndjen një lloj frike ndaj kësaj gjës. Ndërsa Laerti nga ana e tij, për mendimin tim nuk u tregua fare lojtar, sepse ai çfarë bëri? Me një tek lëvizje shkatroi çdo gjë. Me një lëvizje të vetme, ai hoqi nga shtëpia njërin prej tyre dhe dobësoi po ashtu njërin prej tyre atë që do rri brenda në shtëpi. Pra, ai që do rri brenda në shtëpi, që do rri vetëm nga e marta e mbrapa, do jetë shumë më i dobët. Shumë më i dobët, edhe Laerti edhe Valbona do jenë shumë më dobët se sa që ishin bashkë, sepse në momentin që Gjesti i vuri një personazh të vetëm, Gjesti bëri një gabim nga ana strategjike, por për këta dy që një gjë e shkëlqyer, sepse i ktheu në personazh dhe në një gjë që diskutoi shumë në shtëpi. Aq më tepër i afroi edhe me njëri tjetrin, qoftë pa vërtet, qoftë i pa vërtet ky afrim, por i afroi. Tani, se si do shkoj kjo puna e këtij televotimit nuk e di, por mendoj që sigurisht Valbona këtu është, si thosh, pak më rrezikuar se Laerti, patjetër, por që ajo që mund t'i kthehet në bumerang Laertit është pikërisht ky cinizëm dhe kjo dashakeqësi ndaj saj mund t'i kthehet edhe në bumerang, pra duke viktimizuar Valbonën në sytë e publikut keq fare. Tani, çështja e Laertit është se shumë thonë jo, po u tregu lojtar. Çfarë lojtari u tregu? U tregu ai lojtar që vërtetoi me zë dhe me figurë të gjithë gjërat që po i thonin ata tjerët. Pra, që këtu nuk ka dashuri, që këtu është vetëm lojë, që këtu e përdorin njëri tjetrin për shkuar më tutje. Dhe këtë Laerti e vërtetoi. Si e vërtetoi? Duke i thënë atyre, shiko, unë lëshoj tash dhe mund të shkoj vetëm. Si mund të shkosh vetëm? Okej, ti mund të shkosh vetëm, por në këtë pikë të lojës ka të tjerë që mund të shkojnë në shtëpi përpara ju të dysh. Dhe këtë Laerti duhet ta dinte, nëse është një lojtar menuatje, duhet ta kuptonte këtë gjë. Tani nuk e di si mendoni ju kush ikën nga shtëpia të martën.